Bismillah. Dil nga burgu I të kaluarës. Krija pace me vetën tënde pas gabimit. Tregohet në histori se një djalë I ri kishan shumë I mirë, I sjellshëm, I edukum, I devotshëm nga një familje me respekt dhe autoritet. Mirë po, një ditë e bëri një gabim I cili I kushtoi atij shumë. Jo vetëm atij, por gabimi u përhap të njerëzit, I kushtoi edhe familjes së tij. Djaloshi u mbyll në shtëpi në dhomë, konkretisht në vetvete dhe vetëm po mendonte për të kaluarën. Edhe kishte hyrë në një burg sa fizik brana 4 mureve, në errësirë, aq edhe psiqik, duke mendu vetëm ka e keqja. Baba I tij nuk dinte çka me bë, edhe ju drejtu një plaku të mençur në rrethinën ku ata jetonin. Plaku merrej me riparimin e enëve të thyera. E thiri këtë baba, tha merr edhe djalin edhe eja te unë. Ai para vetes e kishte një enë të thyme të coptume, enë qelçi, e zakonisht në Japoni kjo tradit akoma vazhdon edhe është praktikohet si diçka, si pasuri e trashëguar kulturore tyre. E mori atë enë edhe nuk e gjujti. E bashkoi copa, edhe se cilën copë të saj e ngjitte përmes arit të lëngshëm, duke ngjitë me ari. Djaloshi po shikonte me kujdes se si plaku I ngjitte copat e kësaj ene apo këtij filxhani, derisa I kompletoi të gjitha copat, edhe në fund e mor pamjen, e mor formën e vet filxhani, edhe bile u zbukuru ma tepër. I tha djaloshi, e pyeti, pse nuk e gjujte këto, po e morë dhe riparove. Tha plaki, me e gjujt është kollaj. Kemi në të tjera sa të dush të kësaj formë, të këtij formati apo kësaj forme. Mirë po thasht, me majt atë e cila të ka shërby, sepse kjo, me këto të qarat apo krismat, të krisurat e veta, tha, se cila e krisur këtu apo vi, e ka një historinë vetvete. Edhe unë mora arin, edhe e ngjita. Për me dhanë me kuptu se diçka e cila të ka shërby, edhe pse është thy, mundet më riparu. Bile tha bërat të veçantë në formën e vet, ku këso vija të qara nuk ka asnjëna në botë, përkundër atyre trejave të cilat janë thjesht filxhan. Kurse kjo thot arriti me u bë filxhan I përzier me ari. Edhe në këtë formë, edhe rregullova për ta bërë të dobishme prap, edhe I dhash vlerë më të madhe se sa që kanë ato trejat. Nga se secila vi këtu është e mbushur me ari edhe shitet me shtret dhe secila ka një tregim. Djaloshi kuptoi mesazhin e kësaj historie, apo kësaj ngjarje. E kuptoi se mas çdo gabimi të cilin e bën njeriu, nuk duhet me rënë depresion edhe me e gjujt vetveten as shoqëria me e gjujt një njeri, por duhet njeriu me riparu veten e vet, ato vijat të cilat janë bane për trup ose në mendje ose në sjelljet e tija me I bashku, me I ngjit përmes arit, pra përmes pendimit, me fillu më u bë më mirë se sa që ka qenë të kaluarën, edhe nëse të duket se ato vija po shihen gabimet e tua, edhe kanë më pa, por mbrana aty në gabimeve shihet përmirësimi, shihet rregullimi, shihet ari. Edhe në këtë formë u bë djali më I mirë se sa që ishte, edhe përmirësoi veten dhe kaloi nga ajo gjendje e depresionit. Largoje të kalumën, dil nga burgu I të kaluarës. Fillo me u pajtu, me bë shoqni, me kriju armë pushim, me atë stresin apo atë mërzin edhe atë dhimbjen e të kaluarës që ke gabu. Çdo kush gabon. Nuk na ka kriju Allahu as melek, as nuk jemi të pagabushëm. Të gjithë njerëzit janë gabimtarë. Mirë po, ne duhet të mos jetojmë me atë të kaluarën e zymt, ta kujtojmë gjithmonë edhe kështu të mos ecim përpara. Po, e kaluara e keqe, e kaluara e mbushur me mëkate, le të jetë për ty sa herë kujton një, po them, karburant I cili ty të çon përpara të ngrit ka Zoti për pendim. Asësi,
mos tjetë frena të cilat ty të nalin. Sa herë ta kujtojsh të kaluamën, të nalin ato ty për me shku ka Zoti. Të pengojnë edhe të lanë në llumin apo në gropën edhe në batakun e të keqës, sepse kështu dën shejtani me të pa ty. Asesi mos pranon diçka tillë. Prandaj, gjë më e mirë është që njeriu me fillu me bë pajtim, koalicion, edhe me të kaluamën e vet, edhe mos me pa thjesht si një fatkeqësi, por si një sebeb që ai me lejen e Allahut, pastaj me forcën e vet ka arrit me e rindërtu veten e vet edhe me ec përpara. Prandaj kujdes, marrësh mësim nga ky shembull japonez i riparimit të gotave të qelçit apo të filxhanit, i cili riparohet me arë dhe bëhet më i vlefshëm se sa që ka qenë. Unë këshilloj veten time edhe juve të dalim nga burgu i të kaluarës. Mos ta mendojmë thjesht të kaluarën edhe të rrim në depresion çka ku mba dje. Jo, ta përmirësojmë veten dhe të gjitha gabimet e të kaluarës le të mbushen me ari, me përmirësim, me ecje përpara, edhe kështu ta shohim edhe të na shohin të tjerët se e kaluara e jonë, edhe nëse ka qenë gabuar, na e kemi përmirësu, edhe na po ecim përpara, edhe na ka mbet ajo vetëm thjesht një kujtim nga i cili kemi përfitu edhe kemi shku më afër Allahut. Asesi, po e përsëris, mos të bim në turpin, apo mos të qëndrojmë në turpin e të kaluarës edhe kështu të mbyllemi në vetvete. Kërkush nuk vjen me na nxjerr me na çutë Zoti, vetëm vetja jonë nëse marrim hapin e parë. Ne nëse marrim hapin e parë, Allahu ka më afru ka ne. Dil nga burgu i të kaluarës edhe ec përpara drejt Zotit tanë.